vetëm të rrinë tu. Po miki nga krevati. Jo, si ke. Yeah. Kristi? Po, ma? Kjo çupatone. Mirë. Tu E shikon tani? Tu mbaj, s'ishte bukur ajo. Jo, po. Mos e hiq atë foto, mos e hiq. Ja, kështu që ka puna. Mos e hiq atë foton. Unë dëgjoj aty që e urrej, vendime kaq të mëdha dhe fjalë kaq të mëdha, më urrej kam kjo për një krevat. Të komente jo, e ke stop, ti dhe gjithu. Po, Jo, me mua të komente jo. Po qetëso. Jo, Së dyti, mendon që është mos respekt. Fal, një moment, Mali, pas kam bërë shkuesi. Iliri nisi për të bërë shkuesi, pas kam përfunduar unë tu i bë. Një moment, Kris, një moment, Mali, cili ishte Ti komenti? dhe gjithë tum, të komente të këtij lloji me mua jo. Ja, të komente të këtij lloji, mira je martuar. Vazhdo si nëse je bërë shumë i bezdisshëm. Shumë shpejt je bërë shumë i bezdisshëm. Edhe ti nëse guxon ta bësh, e ke jo. Unë nuk e dëgjova fare çfarë. E po atë mos fol. Nëse nuk e dëgjove mos fol. Se ke qenë, në çdo situatë, po nuk ndërhyve, neve flasim për flokët, do kish flasësh ti për flokët. Mbaj mendit ta se je burr, nuk takon me ballaka gjithë natën. Ose Lin, cili ishte komenti që të prek? Komenti i Malit, mikrofonin do e fik kur të dua unë. Komenti i Malit ishte Mirja jeti burri martuar, Mirin, nëse doni ta dini ju dhe gjithë shqiptarët, është mosha babi tim, okay? Dhe Miri është i martuar dhe ato kanë qenë nga dita e sotme në mëngjes, që erdhi dhe Sabina te krevati, edhe kemi qenë 3 veta dhe jo 2. Okej? Kështu që këto komente mirë dhe të gjithë ne këtu ti mbajmë për vete dhe jo me mua. Unë e përkëdhej Selinin si vajzën time. Qofse nuk e keni kuptuar këtë pjesë. Dakor? Ato duket Monika si do me thënë, pra kishim 2 momente, përkëdhelia një, afrimiteti dhe e dyta, ne do rrim në këtë krevat, sepse do shkojmë bashkë deri në final. Unë 2 gjëra do të thoja për Selinin. Duke i thot Miri, mos ikur nga krevati, se po ike nga krevati nuk shkojmë në final. Me Selinin, do të thënë Selini duhet ta ndajë mendjen. Ose të ndihet e disrespektuar nga Kristi, ose do bëj lojë. Selin, komentet e tua deri tani ishin të jashtëzakonshme, duke thënë që unë Mirin e kam si babain tim dhe jam shumë dakord. Por, duhet kesh parasysh që gjithë shqiptarët ju shikojnë 24 orë në 24 orë. Edhe me drita fikur. Kështu që ti do ta ndash mendjen, ose do përballesh me Kristin, ose do të bësh lojë. Pra, këtë mendoj që është një ndihmës që unë ta jap që ti të shikosh mënyrën e lojës tënde. Faleminderit. Mund të replikoj? Po, Okej. Monika, si fillim të përshëndet. Faleminderit shumë për opinionin tënd dhe vlerësoj. E para njerë më vjen shumë mirë që Lorna her pas here e kënaqet, më vjen mirë që jap materiale dhe të më fal. Flas në ty. Po flet për ty Monika, jo për mua. E dyta, Monika kam thënë jam ndjer e disrespektuar nga Kristi kundrejt meje. Jo sepse unë nuk do ta bëj këtë sfidë dhe nuk do ta kaloj këtë sfidë, sepse unë mirë nuk e kam armik. As nuk e njëja për kundrazi, si për mirë dhe për gjithë të gëzë respekt maksimal. Ama veprimi i Kristit kundrejt me si vajz e përsëris, ishte disrespekt për vendimin tim, nuk thash është kështu dhe pikë. Atere, Selin, unë do të rekomandoj të negociosh. Nuk është vendimi vllai të madh që të flenin ato krevatë, është vendimi i Kristit. Unë kam pyetur Monika dhe nuk më lejua. Jo, negocioni me Kristin, jo të negocioni me njëri tjetrin. Nuk lejohet. Unë kam pyetur dhe nuk lejohet. Pra, më fal, një moment. Po këtu nuk përpunët asnjë gjë, janë diçka e komplet ndryshme. Më falni. Selin, ju keni çfarë do të thotë që nuk t'u lejua nga kush? Direkt mbas Prime-it jam futur te dhoma rrëfimit dhe kam pyetur, a mundem unë të ndryshoj krevatin? Nëse diskuton me Kristin, po. Po, jo, të s'më shtën. Po që shkjo tani s'të shtën? Kristin dao, Selin, atere, të parë nuk po dëgjoj. Do ta kisha bërë, jo sepse Kristi do pranonte, po sepse do ta kisha bërë për veten time për të ndërtuar. Që të mos merremi që në episodin e dytë, me nga këto më the të thash, sepse natyrisht juve duke qenë aty brenda jeni shumë të zotë që të ndroni fjalit si t'ju shërbej narrativës tuaj. Keni parasysh një gjë që në provën e Kristit të shtunës, unë e thash që
nëse keni në një hall, zgjidheni me Kristin, ishte misioni ti, ishte vendimi ti. Nuk hynë Big Brother, i fare ti. Dhe e kam bënë re që kur ju intereson të bëni plane me Mirin edhe të shkoni deri në finale, po s'ka problem Kristi. Kur nuk ju intereson, jo, po unë pyta këdo marrëfimit, po s'më lanë. Po lëre tani që shkës të lanë. E vërteta është që unë kam pyetur. E dyta është që nuk dihem keq që nuk e kam përdorur negociatën me Kristin, sepse unë përgjigjen e kam pas të ditur. Kështu që nuk më vjen keq që nuk e kam shkëmbyer këtë bisedë, dhe njëkohësisht më vjen shumë keq që e pas kam kish kuptuar edhe përgjigjen të domarrëfimit. Këtë nuk po e përdor për të mbrojtë veten time, absolutisht jo, po njëkohësisht e përsëris dhe një herë që ta dëgjoj mirë të gjithë, nuk më vjen keq që nuk e kam konsumuar si bisedë me Kristin, sepse unë e di përgjigjen. Që ti mendon se është? Që Kristi do vazhdonte lojën e tij. Kjo ishte loja e tij për mua. Sfida e tij për mua. Do e kam superuar sfidën. Kristi? Kristi, një moment, ju lutem. Kristi, po. Në rast parë nuk kuptoj diçka. E lartëson figurën e Mirit duke e paralizuar figura e babait të gjitha me radhë, dhe pastaj e merr si një disrespekt kur ti e vendos të jetë afër një figure të tillë. Tani si ta marrim se nuk po e kuptojmë. Tani duhet ndarë mendja para. Kristi është shkëmtar, nga që shtunë tekste është kështu gjeni për fjalë. Më duhet të rishpjegoj vetën time dhe unë nuk përtoj ta bëj këtë ledion nga mëngjesi në darkë. Unë thash disrespekt që bëri vajzë me djalë vetëm mua. Ndërsa Mirin gëzoj respekt sot, do gëzoj respekt nesër si do të shkoj kjo lojë dhe për gjithmonë. Sepse vazhdoj të them që është mosha babit tim, okej? Që që e kisha për termin vajzë dhe djalë. Jo për moshën dhe kush është Miri, se Miri t'ishe ti. Ledion. Arbër, po. Unë së pari mendoj që nuk është rëndësishme se ku fle dhe me kë fle, por e rëndësishme është qëllimi pse po fle. Ose apo fle. Ose apo fle. Pse po fle është një pyetje që secili prej tyre mund t'ia bëj vetëm se cili është qëllimi. Pra, nëse qëllimi është për të realizuar një sfidë, që besoj se është një nga sfidat më të lehta që juve ju priti brenda shtëpisë, kjo nuk do të shqetësoj askënd. Mendoj se të gjithëve na ka rënë që vite përpara na vinin miq në shtëpi dhe flinim gjithë në një vend pa asnjë lloj problemi. Por ajo çka ka ndodhur për mendimin tim është vëmendja. Vëmendja që kanë dashur të krijojnë nga këto situata. Për shembull, tek deklarata e Selinit, e cila mendoj është në dy kohë të ndryshme, pra është koha direkt pas prajmet e cila unë ndje në mungesë respekti, mendoj që ka dashur të tërheqë vëmendje për këtë. Dhe më vonë, klipi që pam, ku është deklarata që thotë se është okej, dhe do ta ndjekim të gjën për lojë etj etj, ndodh për faktin se ka një përputhje interesash. Ka një përputhje interesash dhe ata janë duke diskutuar përputhjen e interesave që kanë me njëri tjetrin për të ecur përpara për lojën. Kështu që në këtë këmbvështrim unë nuk e shikoj mungesë koherence, por e shikoj si pjesë të strategjisë së saj brenda lojës. Dhe është sfidë e lehtë se ku do flesh. Mendoj që një nga zgjidhjet Vernos mund të ishte që të ndronit krah, njëri me kokë nga një krah, tjetri nga një krah tjetër. Ashtu siç bëm ne Arbër. Këto kanë qenë metoda që janë përdorur normalisht, nuk e di pse duhet keni komplekse të tilla, se fjala kur thua po flej mund t'ingulloj pak rënd. Po, për hir vërtetës, nëse qëllimi juaj është vetëm për të kaluar gjumin, s'ka asnjë problemi. Pastaj, nëse ju keni qëllime të tjera në kokë, keni të drejtë të kompleksoni edhe të mos flini. Armir? Po. Ajo fotografia e fundit është nata, do të më thënë, është mëngjesi i dytë. Mëngjesi i parë ishte ndryshe, mëngjesi i dytë ishte ndryshe, sepse ne ram dakord që të flinim, fillimi është, kuptohet, ashtu si që i the edhe ti, i dhe një sugjerim shumë të mirë i Lirit, kurriz në kurriz, njëri në një krah, njëri në një krah, me dy organ të ndarë. Me dy organ të ndarë, por ne nuk e menduam që kjo sfidë të na shkonte kaq keq dhe kaq vështirë. U njoftëm dhe më shumë me njëri tjetrin. Po, ata hall kishte dhe i Liri se do fillonte ti përkëdhelte flokët Senos. Ditën e dytë. Flok Armirin se... Armir, pastaj Armir për Armir është, e kupton? Armir. Unë mendoj që të luash lojën e dikujt është sigur ne si ekip të shkojmë me i luftë pa armë. Kush luajti lojën e kujt?
dhe kundërshtari është me armë dhe ne t'i vrasim të gjithë. E kupton? Kush luajti lojën e kujt? Kush luajti lojën e kujt? Po. Realisht lojën e kujt Iliri, Seno edhe Miri dhe Loj, se Loj ishte ajo, edhe Selin. Dhe kush doli fitimtar? Fitimtar për mendimin tim. Po, për tëndin, ato që s'kishin armë? Që? Që s'kishin armë. Që do të thotë? Që do të thotë, kush është? A me dini këto metafora tani, se jeni bërë shumë... E fitoj Kristi, realisht. E fitoj Kristi, dakor. Mal? Që ky reagimi Selinës. Po. E qartë. Se ke 3 qetor me mua. Mal, jep tani opinion. Ky reagimi Selinës nuk e di, më duket i egzageruar. Okej, atë vazhdoj, atë Po thua reagimi që pati për komentin tënd me njëherë mbas klipit? E gjitha, dhe do më thonë që ju ka zgjedhë, do më thonë me flejt bashkë, për kundrazi po më doke që ju ka konvenu bajegi shumë, se e kanë gjithë vetë vetën, këta dy, për me bashkëpunu edhe me vazhdu matut. Edimali ka gjithë vetë vetën. Jo, për kundrazi shumë jo me i lumë tërë për ju, e vishë vazhdoni. Do kishin flet bashkë, edhe bashkë mund të kishin flet mirë. Do më thonë kë është egzagerim për mu, thjesht, bebojnë për më morë më bendjes, për kundrazi ju ka ro shumë mirë, jënë dy menjet njëta edhe... A është gabim me të morë për mëndjen? Vishë vazhdoj, edhe për kundrazi, darë vishë sekund, se këtu po ankohet shumë vojza që demek pse na ka ro bashkë me flejt. Po nëse po ankohet qatë shumë pse e jemi të flejt bashkë, pse peljan një burë me të prejkë që ashtu? Pak e tepër. Selin, po. Kemi fanatik. Pak prejkje tepër ta gen. Nëse unë jo me dikon, nuk e prejkë që ashtu një person tjetër. Ti unë jam unë mërë, dha. Okej, bro, do më thonë se pas ka pos problem qatë shumë që shboshitet që e pas ka pos problem, ha? Do më thonë, e pas kalon me prejkë që, do më thonë, ti vjen, okej, bon me mbrejkë. Se ka pos problem. Si fillim nuk do t'i replikoja absolutisht fare Mali, se nuk këtu mëri të ndoli. Doja të thënë diçka për aty që tha për opinionin e Arbrit, po e përshëndes dhe Arbrin me mbrëma. Jo, po t'i gjota një, para se të shkosh të Arbri, Selin, se është interesante, se ti thua, unë nuk e konsideroj komentin e Malit, se nga një vesh më ju nga një vesh më del, dhe ndërkohë idhesh... Jo, po nga një... Po jo pra, tani... O Selin, o të ndikon, o nuk të ndikon, sepse nëse reagon ashtu nga komenti i ti... Malit së ndikon fare, absolutisht fare. Jo, për këtë rasti ndikove bajegi shumë, o qartë bajegi shumë. A mund të atë që po mendoja, apo nuk mundem? Mund ta mendosh, pa tjetër, dhe ta thuash. Faleminderit. Si fillim, faleminderit Arbër për opinionin tënd. E vërteta është që vëmendjen sigurisht që e dua, në jetë jam mësuar ta marr pa e kërkuar. Këtu është një shtëpi në të cilën duhet ta kërkosh dhe ta marrësh dhe ta fitosh. E bëra me sukses që natën që në prajmin e parë, Kristi ma dha. E falenderoj, ndërsa për pjesën... Pa e po me klipin që ashtom, nuk jem të trivu kur gjo. Nuk jem të trivu kur gjo. E po me klipin të prej, nëse e ki pos problem, qatë shumë me flejt, me mirin, pse e le me të prej këso shdu, me të prej flon. Mal, fiku, miri nuk më prejku mua, aty ku miri nuk i lejohet më prejku. E pro që po ankosh se kini ro me flejt bashkë. O, mal, chill, fiku. Se ki pos problem, për kundra zit ka ku menu bajegi shumë, se kini bo flon e bashkë. E prishur, fiku. O, ju du jeni për njoni tjetërën, dy menjet njëta jeni. Do e shumë që vëndin tim më beso. Më beso, do e të shumë në vëndin tim, më beso. Brikina, a të duket sikur se Lin nuk është koherente, pra të tjera gjëra thot sot, të tjera gjëra thot nesër, ndryshe sillet sot, ndryshe sillet nesër. Mendoj që Selin është shpreh mendimin e vet, por nuk më pëlqen mënyra qysh po munot me ul tjerë, aden nëse dikush nuk është dakord me ty, mos u mëno aden me çukryt me ul dikon, aden është mendimi vet ç'a mendon, nuk po du mund ndërhyj ç'a mendon ajo se ka mendim. Do mos dolja. E mojtën me, po Selina? Ma leta shi me këto, por Majtë se doli, bro. Të flasim me radhë, ju lutem, Majtë, ta dëgjojmë Brikenën. Brikena, po të dëgjoj, Brikena. E qarë, përballo. Jure në prime. Mali, jure në prime. Përballo. Mali po, për të Mali që këtë tjilë. Unë kam një vajzë që këtu, kam bërë skena apo situata që ti të drejtohesh mirit, o mirë, je buri martuar, qa mun objekt. Unë e veç komentova që po. Ti për ato të mbash përgjithsi, do të sqarojmë në një moment të diskutimi live, okej? Ti dhe për ato të mbash përgjithsi. Ka Unë veç komentova që po. Jo, sepse aty nuk ishte një objekt, isha unë. Nëse kështë posa shumë problem, e kështë si dia stoken. Jo, problem për çfarë?
Çfarë të duket ty të pra? Problem për çfarë? A pas ke pas problem të për shumë? çfarë? Për çfarë? Për çfarë? Çfarë thash unë problem për çfarë? Që do vjen me miri? Që do vjen me miri apo vajzë me djalë? Nuk e gjithë keni boblone që po shkuderi finale bashkë. Ndoshta duhet am kupton po flas. Stine, e shikoj që po të shijon kjo situata, Stine? Po të shijon kjo situata, Stine? Janë bon për njëri tjetrin. Një sekond, ju lutem, një moment, se po flisni atere. Të nderuar. Para se të futesh edhe aty brenda, ju takova të gjithëve ZMZ dhe ju thash, ju lutem, respektoni njëri tjetrin, sepse në të kundërt do më duhet mua të bëj një rol të cilin nuk e shijoj fare. Stine, të pash që ndërkohë që diskutohej, ishe duke kërcyer, çdo me thënë. Do më thënë pikërisht ai takimi kur i ke bën me të gjithë, që të kanë thënë takim me ditë që kanë thënë, unë s'do për tas fare. Dhe është e kundërta. Mos e rajë letë. Po përteja saj. Nuk kam si drejt, nuk kam si Që nuk drejt. kam thënë takim si që nuk do bërtas fare, Ledion. Ata marroj, vëlla se s'ndërhyj. Po se kam thënë që do sillam si të më vitë të sillam. Si Selin. Okej? Përteja saj, Stine, pse e shijon këtë gjë? Nuk e shijoj fare, vëlla. Se vetëm e shijon ti aty jashtë. Unë e shijoj. Çështja është se s'mund t'i ofendoj banorët, i ofendoj në mënyrë pa pas konfidenca fare, domethënë fiku ti, myk ne, dela ne, domethënë këto s'pëlqen. Si e gjykon këtë deklaratën e të dyve, sepse ti, Stine, ke patur një njohje për shkak të profesionit të njëjtë që bëni me Mirin, pra në një kuptim ju nuk e di se sa afër mund të keni qenë, po në një sens e njihni njëri tjetrin deri diku. Si të duket deklarata, pra si të duket Miri dhe Selin së bashku në këto 3 ditë? Do ta them drejtën. Të drejtën gjithmonë. As m'intereson fare. Se ç'a bëjnë? Nuk sa ti intereson, tha si të duket. Po se nuk e ke probleme me shqipen. Po jo, se unë s'mund për shqipen të s'ja rëndësi fare më. Nuk t'ja rëndësi fare. Nuk të ja për rëndësi, nuk të ja për rëndësi. Sabina. Bën edhe shkon festival për formon me çmime. Mos bësi çunak, sillu si mal si ke emrin. Po ti tu ofendu. Mos u bëj çunak. Se pidu njëri. Sepse disi është puna e nuk dish edhe Sabina atë brëmi që u ndani në shkrate. Edhe Birkena sot, japi momente. Mbi ty, kupton? Për shembull dhe Birkena, po të shë në vendin tim. Që dëgjuar Malin që i thotë, "Po, mirë, jam kur i martuar, sigurisht unë t'jem një objekt dhe Miri po përdor si do vet." Edhe Birkena do kishte reagu. Dhe për këtë që tha Mali, un kam zero respekt nga sot dhe tutje dhe më hy dhe më detu dhe them prap. Po dhe s'ka problem, po s'ka zero respekt për veprimin e dikujt tjetër. Selin që të kuptoj më mirë, pra nuk ke respekt për Malin apo nuk ke respekt edhe për vajzat e tjera që nuk reaguan nga deklarata e Malit? Pra nuk ke respekt për Malin për shkak të deklaratës që bëri? Ambicionet si dhe mi funksionu dhe jo familje. Patjetër që dallova, po sigurisht da sqaroj një moment dy, nuk kam se... Pra të bëri problem dhe fakti që asnjëra nga vajzat për deklaratën e Malit të patë një reagim. Nuk më përbën problem, sepse nuk kam nevojë miratimin apo... Po jo, e kuptoj që s'ke nevojë miratimin, po atë bën përshtypje flasë. Bën përshtypje, do ta sqaroj një moment. Kaq për këtë të pyet. Po Sabina, po. Te diun e kam kërkuar fjalën 10 herë. Mund ta kërkosh edhe 12 herë. Po këtu është ka do ta jap kur ka mundësi të ta jap. E di, patjetër, po nuk mund të flasim të gjithë edhe kur te Sabina këtu vazhdonte. Unë do respektoj njëri tjetrin. Dhe ndërkohë që mund të thoje opinionin tënd, ka harxove gjysmore me... Nuk harxoj, nëse do isha në vendin e Selin, do luaja lojën time dhe jo të ndiqja lojën e Mirit. Miri patjetër që do kërkoj aleanca, e shfrytëzoj mundësinë për ta bërë Selin pranë vetes dhe ja arriti ashtu siç Selin me nuhatjen e saj e ka kuptuar që Miri mund të jetë një faktor dhe do që të shkojë deri në finale me Mirin. Kështu që Miri, duke e trajtuar si vajzën e vet, arriti qëllimin e vet. Ajo që ta Mali patjetër që ishte shëmtuar se ne nuk mund të insinuojmë gjëra që... A kemi bërë ne gabim këtu? Pra ti, Sabina, ti po thuaj që Miri është duke përdorur Selin? Patjetër që po. Dhe Selin gjithashtu i konvenon, i leverdis, sepse ka nuhatur disi që Miri mund të jetë një faktor. Kristi, si e mendon ti këta? Mendon se Miri është duke përdorur Selin apo Selin? Unë mendoj Selina përdor Mirin. Vetëm kaq. Le të bëjnë petull apo po e bëjnë me ujë. Prit se është 4 ditë, ka akoma për finalen. Së dyti. Po presë të më thotë faleminderit. Do të vish në ti finalen. Do të kthehem edhe ty, po prit pak më vonë. Po prit më se do jemi, do i sot në shtëpi, beton. Dua t'i them që kur do më thotë faleminderit për gjithë këtë avantazh që i kam dhënë që ka bërë këtë lojën dhe së treti një pyetje vetëm. Unë jam këtu dhe mjafton. E ke pyetur Mirin çfarë stacioni ke hyrë? Si? E ke pyetur Mirin çfarë stacioni ka hyrë? Nuk e Mirin, në çfarë stacioni ka hyrë? S'besoj se Miri ecën me auto. Ti në çfarë stacioni të ka hyrë? Cilën linjë po bën me ty?
Nuk ecim me autobus, ecim me makinën time. Kam hyrë unë te treni asaj. Konsideroje këtë pyetjen edhe mund Gjoti, kam hyrë unë te stacioni Selin. Gjoti të pashë ngritë dorën në thuaj. E kam timonin tim në dorën time. Kam hyrë unë te stacioni Selinit. Lutem. Më fal. Ledion, unë reagova në fakt ndaj asaj çfarë tha Mali, nuk më duket fare e përshtatshme dhe me sa e njoh pak Selinin edhe Mirin, e kam kuptuar që nuk ka asgjë dhe nuk mendoj se nuk ka vend për diskutim për pjesën e asaj përkudeljes flokëve. Miri mënyra se si është përkudelur floku. Po. Miri ka krijuar pak më shumë marrëdhënie me Selinin për shkakun, domethënë për favorizimin që i ka dhënë Kristi, mendoj se të dy. Po, dëgjoj, Gjodi, që ta kuptojmë se askush, edhe opinionistët në studio, pra askush nuk hodhi dyshime që me Selin dhe Mirit është duke ndodhur diçka e rrugës romantike. Ajo që është për të thënë, në moment, ju lutem, e di pse e shprehu Mali, sepse nuk mundet që një vajzë para 12 orësh të thotë që kjo që më është bërë mua është një disrespektim i madh dhe pastaj atë disrespektim ta lërë që t'i ledatoj flokët. Tu ishte. Pra nuk është se po i thot Selinit që jo po prit se ti po nis një histori dashurie. Pra o disrespektim dhe rrim me kurriz, o disrespektim dhe hajde bëm tane për finalen dhe kapim flokët s'ka. Ledion, disrespektimi ishte për tjetër gjë. Jo, një sekond. Quna t'i lëm figurat. Ledion, më falj, këtë nuk e toleroj nga ti, më falj. Çdo me thënë. Sepse kjo do thotë kështu, ja të shpjegoj edhe një herë unë se unë shqip flas dhe mendoj që jam mjaftueshëm artikuluar dhe kuptohem. Unë çfarë fola unë? Si? Çfarë gjuhë fola unë? Unë dëgjova që the nuk mundet një vajzë. Çfarë gjuhë fola unë? Jo, dhe ti shqip fole. Po, për atë që dëgjova, po të replikoj. Ashtu. Unë përsëris, për pjesën e respektit, kisha vajzë djalë. Vajzë djalë, dhe jo vajzë me vajzë ose vetëm mu në krevat. Për këtë. Dërsa të nesërmen, si të shmerdi mua dhe më përket dheri flokët, 2 mëngjese radhazi, është pull dhe përshafuar me Loren. Që du të themi tani, a je buri martuar? Se nuk po e kuptoj. Ky ishte komenti me i gabuar që ka bërë Mali. Unë koherente jam dhe vazhdoj dhe përsëris mendimin tim, nëse nuk jam me qartë, ju lutem... S'më të thot mua a je buri martuar. Unë kisha disrespektin për vajzë dhe djalë. Kaq. Po kjo nuk thash që unë kam hap luftë me Mirin. As nuk thash që unë me Mirin nuk do flas kur. Dhe një gjë ta them, unë me Mirin edhe pse po shkoj shumë mirë, akoma fle kurriz më kurriz. Edhe unë kam anën këtij, Miri e ka anën këtij, i ndajmë rrugët në... Dhe dion se ç'po thoya, mendoj se të dyja ta kishte mbyll Gjoti, lutem, se ka Gjoti një koment. Doja ta dëgjoja. Më fal, një sekond, ç'a doje të dëgjoje ti? Komentin e Gjotit. Përpara komentit të Arbrit. Jo. Edhe mbas. Nuk e di pse, domethënë është kaq e vështirë për të kuptuar nga Selin. Nuk po themi që ka pasur diçka, po themi një ndryshim të sjelljes nga ai pozicioni vështirë që do u ndjeje për shkak të fjetës në një shtrat, tek një pozicion tjetër ku dukesh komode. Pra, nuk po themi që ka pasur diçka dhe Unë nuk thash që unë nuk mund ta marrë këtë situatë në kontroll. As nuk thash që unë mu prish loja tani, në të kundër, do kisha dalë. Këtë thash dhe unë. Këtë thash dhe unë që në fillim të erdhi diçka dhe doje ta përdorje, më vonë pe që interesat të kanë ndryshuar. Si koncept, dhe unë natën e parë, nuk e di a e keni parë, na keni ndjekur. Unë përbes se kam fjetur super në siklet, nuk e di sa gjysmore kam fjetur, dhe si kam ra, jam zgjuar. Të njëjtën gjë bëra dhe mbrëm, që sot në mëngjes mirë po përvetë flokët. Të njëjtën gjë do bëj çdo ditë, deri sepse nuk e ndryshoj dot veten time. Selin, pyetja është pse s'ke pas qendrëshmëri. Okej. Qendrëshmëri nuk e kisha nuk po e lidh dot përgjigjen me konstatimin. S'ke pas konsistencë. Selin, Selin, më dëgjon të lutem? Një pyetje që të bëra, pra, o do luash, o do jesh vetvetja. Mos u peshko nga komentet e të tjerëve. Bravo. Pra, mos u peshko as nga Mali, as nga Stinot, as nga të tjerë. Nuk jam vetvetja? Energjit që ke dhe vëmendjen që jep, e ke shumë të mirë. Vetëm fokusohu në objektivin tënd. Ndërsa fjalia jote që unë të vlerësoj është që ti nuk je objekt. Jo vetëm ti, as një grua, as një vajzë nuk është objekt.
A mund të them diçka Monikës, lutem? Gjodi, e kishe lidhur me këtë, besoj, fundin e komentit, Po përdorin, le të themi, më thënë këtë situatë për të u favorizuar dhe për të krijuar pse jo dhe një aleancë që të dy të ecin po bashk për më gjatë. Apo shkojmë finale bashkë, apo ju do ka më shumë funksionuar, konfirmim. mendoj dhe ju Kristi ka favorizuar si Lirin, çiftin, domethënë Ilir Seno, edhe për kuriozitet, edhe Selinin Po për pjesën e Leonti të gëjt, o Leon, do më thonë e thëmë vetë, apo shkojmë bashkë finale. O krya e pjesë, aleat jeni, pitosh të kejt pedin që aleat jeni, bravo. Po nuk u të Dhe na i bëni sa më të thjesht, na i bëni sa më të Po, thjesht. se me komplikoni ju. Me komplikoni ju. është gjë shumë e mirë, do të se çdo gocë. Fole sa posh. Po ti e di se them mua, unë kam Mostani se më ngutë notë, unë flaj për xhamboni. Unë vis një orë më notë me flaj, vis një orë edhe Mos u pesh kohë. Full energji jam. Qet. Seno. Është edhe Aja qellova vesi ju kumni, se dyshoj se. Shkoja kom koja interesant që duhet braj. Unë dyshova për ty. Na lodhi që të pa filluar mirë. Se shka i thije muhabeti lartë, por që tha Arbri në shtrat shkohet me fjetë, tha vetëm që se ke nëjë qëllim tjetër, nëjë gja. Desha me pyet Arbrin, a mon garanci për nëjë qëllim të Angelo se edhe të armirit për shamun, se unë për vetë e di qëllimin tëmë, besaj që edhe Iliri va të regu qëllimin e vetë që ka. Ta thash zgjidhjen, ndroni krahat, fle njoni me koka komut, tjetri me kokën e edhe vini sa Ka lloj mënyrash, domethënë shtrati është i vogël. Angelo? Kishte nevojë fare që Mirëmbrëma të gjithë shqiptarëve sërish. Nuk ka nevojë se kemi thënë Jo, tani. dakord, me që u bë refren. I ftoj të gjithë kush do dojë të ndroj krevatin, me që ka qenë ai krevati im dopjo i lirë gjatë kësaj kohe, me që Seno me Ilirin nuk kanë fjetur. Jeni të lumtur të vini te krevati im. Nuk është problem fare ajo gjëja. Është kot, është e gjitha në funksion të lojës, është frytzuar e gjitha për lojën. Pastaj po për lojën pra, po nuk ka asnjë lloj kompleksi në vetvete që ekziston këtu. Ekziston asnjë lloj kompleksi. Përpara se të çoj diku tjetër, dua t'i bëj të njëjtën pyetje dy personave aty brenda. Armir, a ndryshon raporti yt me Mirin në vazhdim për shkak të kësaj që pe dhe u diskutua sot? Po apo jo? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Lore? Jo.